Instalimi i rreth 150 paneleve fotovoltaike në 6 kopshte dhe shkolla në qytetin e Lushnjës do të mundësoj uljen e shpenzimeve që aktualisht shkojnë për energji, reduktimin e dioksidit të karbonit dhe do të krijojë kushte më të mira dhe një ambient më të pastër për rreth 1500 fëmijë dhe nxënës. Projekti u financua nga ambasada gjermane. Ky projekt është një hap konkret të energjisë së rinovueshme dhe të gjetër dhe është një shembull i qartë i zhvillimit të qëndrueshëm lokal. Atëherë ky projekt nuk përfaqëson më thjesht një investim teknik i bërë në bashkinë tonë, i cili është implementuar në 3 kopshte, në kopshtin 1-4, 2 dhe në kopshtin 3, në shkollën Kongresi dhe në shkollën 18 tetori, i cili do të implementohet, ka nisur puna në Staboj për implementimin e këtij projekti, dhe në Certën numër 1. Projekti u realizua në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për tranzacionin e energjisë, marrëveshja e kryetarëve të bashkive në Ballkimin Perëndimor dhe Turqi, zbatuar nga GIZ me fonde nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. Ne them shpesh që Lushnja në fakt e ka bekuar Zoti, sepse ne kemi më shumë se 300 ditë me diell dhe kjo na favorizon që ne të jemi shpesh e shumë programeve të cilat janë tani edhe në kuadër të fondeve të Bashkimit Evropian, programi 2021-2027, ku në thelb të saj ka pikërisht energjinë e rinovueshme dhe ndryshimet klimatike. Ky gjë do të na ndihmojë që ne të ulim një kosto të jashtëzakonshme që ne paguajmë sot faturat e energjisë elektrike, si në kopshte në Çerdhe, por tani edhe në 2 shkolla të cilat janë përzgjedhur edhe për shkak të vlerës shumë të madhe që kanë këto faturat e energjisë elektrike në këto 2 shkolla, duke qenë edhe se ngrohja e nxënësve gjatë periudhës dimrit bëhet nëpërmjet energjisë elektrike. Përfaqësuesi i ambasadës gjermane, zonja Renat Kuel, lidhi projektin me objektivat partneritetit rajonal për klimën midis Gjermanisë dhe Ballkanit Perëndimor. Germany is quite proud to have supported the preparation of these action plans as local strategies in alignment with EU targets and in full ownership of local governments. Gjermania në fakt është shumë krenare që ka ofruar mbështetje për hartimin dhe miratimin e këtyre planeve të veprimit në përputhje të plotë me të gjitha objektivat e Bashkimit Evropian, por edhe me standardet e qeverisë gjermane. But a strategy is only as good as its implementation, and today we are standing on the next step. We are inaugurating real visible results. Por duhet të theksojmë që strategjia është po aq e mirë sa që është edhe zbatimi i saj dhe jam vërtet shumë e kënaqur që sot në fakt po shohim një prej hapave të zbatimit të kësaj strategjie. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, shoqëria kombëtare e bashkive, mbështetur nga projekti, me fokus në promovimin e agjendës së gjendur dhe forcimin e marrëdhënieve me bashkinë. Në kontekstin e kësaj thirrje që kurorizohet sot me inaugurimin, kemi shpërndarë një thirrje të hapur për bashkitë, kemi mbledhur aplikimet dhe kemi ndihmuar në nxitje dhe përmirësimin e propozimeve të tyre, duke siguruar një proces sa më gjithëpërfshirë dhe cilësor, siç finalizohet nëpërmjet ditës së sotme në inaugurimin e një projekti të vogël por shumë domethënës në Bashkinë e Lushnjës. Ishte mirë menduar, kishim bërë planet teknike, kishim shkuar, kishim parë objektet. Domethënë, jo vetëm që ne kishim bërë punën e lehtë, por e dinin me siguri se sa vlerë do kishte impakti i implanteve nëse ato të zbatoheshin. Kështu që për ne është një kënaqësi e veçantë të bashkëpunojmë me Bashkinë e Lushnjës dhe veçanërisht me kryetarin e Resetën, se është vërtet e gjitshme edhe një partner modele. Ky është një nga 10 projektet në shkallë të vogël që po zbatohen në të gjithë Ballkanin Perëndimor, 2 prej tyre në Shqipëri, në Lushnjë dhe Roskovec. Ato demonstrojnë se strategjitë lokale për klimën mund të përkthehen në përfitime konkrete në nivel komuniteti.